Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Takohemi edhe sot në këtë ditë të bukur me emrin e radhës nga emrat e Allahu xhallahu ala. Shpresoj që me të vërtet, duke trajtuar të emrat të bukur, po ngjallet besimin në zemrat tona, po lulëzon dashuria, disponimi, po na përshkon një qetësi dhe rahati, nëse po njihemi me atë që realisht e dojmë më së shumti, me Zotin xhalla xhelalu. Dhe kemi përmendur se pas ta dashur Allahun duhet ta njohim, ndërsa nuk ka mundësi dikush ta njeh Allahun e mos ta don. Është e pamundshme dikush ta njeh Allahun e mos ti përulet dhe ndërtohet. E pamundshme. Nga se dashuria ndaj Allahut xhallahu ala është ajo e udhëheq, e orienton, e shtyn ka për ulja, me dashuri, me respekt ndaj Zotit xhallahu xhelalu. Ne shpresoj që çdo emër nga emrat e Allahut të jetë një kafshat cila e ushqen zemrën tonë me këtë dashuri, me këtë respekt, me këtë njohje ndaj Zotit xhallahu xhelalu. Emri që sot do të flasim për ta është një emër që e ka përmendur i dërguari jonë në hadithet e tij. Dhe mjafton që i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salatu wasallam me përmendur një emër dhe ai të jetë argument se Zoti xhallahu ala ka atë emër. Ashtu sikur që kemi sikur shikues ndëruar, nuk duhet që të flasim për Zotin pa dije, pa bazë, pa argument, pa fakte. Në veçantë të emërtojmë Allahun apo të cilësojmë Allahun me diçka që nuk i takon atij. Nuk e ka cilësuar me të veten e tij në Kur'an, as i dërguar në hadithe. E as nuk e ka emërtuar. Andaj i dërguari alayhi salatu wasallam e ka emërtuar Allahun me këtë emër. Me lejen e kujt? Me lejen e Allahut. Qase ai nuk flet nga hamendja. Ai nuk flet nga tekët e tij, por Muhamedi sallallahu flet nga shpalla që i shpallet. Andaj edhe fjalët e tij dhe porositë e tij janë shpallë sikurse Kur'ani. Fjala është për emrin Allahut El-Muhsin. Ku i dërguari alayhi salatu wasallam fa inna Allaha huwa El-Muhsin. Allahu është El-Muhsin. Çka nuk kupton Muhsin? Muhsin përmbledh në vetën e tij disa kuptime që kanë të bëjnë me atë që është e bukur, që kanë të bëjnë me atë që është e mirë, me bamirësinë, me kujdesin e kështu me radhë. Prandaj edhe raport me Allahun xhallahu ala, emri i Allahut El-Muhsin nën kupton atë që na bën mirë. Dhe kjo mirësi e Allahut ndaj krijesave është e veçantë, specifike, dallon nga bamirësitë që njerëzit e bëjnë njëri tjetrit. Fillimisht është e vazhdueshme, e pandërprerë, kurrë nuk ndalet. Kurrë nuk ndalet. Vazhdimisht. Edhe tani kur jemi duke folur, Allahu është duke na bërë mirë. Gjithmonë. Edhe kur jemi në gjumë, edhe kur jemi të zgjuar, edhe kur jemi në rini, edhe në pleqëri, kur do të jemi në këtë botë, kur të vdesim, të shkojmë në varre, të ringjallemi, gjithmonë Allahu xhallahu ala na bën mirë. Prandaj bamirësia e njerëzve është e kufizuar, përsa e Allahut është absolute, është e vazhdueshme, dhe është gjithëpërfshirëse. Nuk përfshin një mejdan, por përfshin shumë mejdan. Dhe gjithashtu bamirësia e Allahut është ndërtuar mbi drejtësinë. Drejtësia është nivel, ndërsa bamirësia është nivel mbi drejtësinë. E jo gjithmonë për shembull bamirësia e njerëzve ndërtohet mbi drejtësi. Mundemi që duke i bërë mirë dikujt, të jemi të padrejtë, nga se bamirësia ndaj tjerë në llogaritë padrejtisë në kujt. Nuk dim. Dhe gjithashtu bamirësia e Allahut është ndërtuar mbi dije. Me dije të plot e din Allahu saktësisht se po i dha këtij robi kët, ai bën mirë apo jo. Nuk udhëheq nga emocionet, nuk udhëheq nga ngutia, nga nxitimi, por nga dituria, nga maturia, nga urtësia. Dhe kjo e bën të veçantë bamirësinë e Allahut xhallahu ala ndaj neve. Ndërsa pasi e kuptuam, shikues nderuar, kuptimin e emrit të Allahut El-Muhsin, bamirësi. Shikoni sa bukur tingëllon vetëm fjala, e në veçantë kur i atribuohet Allahu xhallahu ala, bamirësi i mëshirshëm, bamirësi i gjithdijshëm, bamirësi i drejtë. Gjitha këto e bëjnë këtë bamirësi pasaj më të veçantë, më të vërtet më ndikim në jetën tonë. Kjo është bamirësia e Allahut dhe kuptimi i emrit të Allahut. Ndërsa ndikimi i këtij emri tek ne, ky emër në raport me neve, si duhet të funksionon?
E para shikoj ndëruar që duhet ta dimë është në raport me këtë emër, është se kur ne e njohim Allahun me këtë emër dhe me këto kuptime të këtij emri, padyshim se na shtohet dashuria ndaj Zotit xhallahu ala. Sikur që ka përmendur vazhdimisht, unë kërkoj që të na shtohet dashuria. Dashuria që na i bën të lehta adhurime, të këndshme. Madje na jep fuqi me i kalu sprova dhe sfida kësaj bote. Dashuria që na e bën të lehtë në shtimin ndaj Allahut dhe na mundson që ta përjetojmë kënaqësinë e adhurimeve, nga ato kanë ëmbëlsi e nuk e nxjerr nektarin e adhurimeve dhe nuk e bën të ëmbël këtë adhurim asgjë tjetër përveç dashurisë ndaj Zotit xhallahu xhelalu. E për ta dashur do ta njohim. Dhe kur ne e njohim Allahun si El Muhsin, padyshim se na shto dashuria. Si na shto dashuria? Fillimisht sa na ka bërë Allah mirë ne. Allahu i tha të dërguarit: "Wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk." Dhe bën mirë sikur të ka bërë Allahu ty mirë vazhdimisht. Nuk i më qenë askush. Absolutisht. As nuk e ka pas obligim nga mos ekzistenca, nga askushi. Na ka bërë Allahu xhallahu ala të jemi diçka. Na ka krijuar, na ka sjellë në këtë ekzistencë. Na ka sjellë në ekzistencë, na ka sjellë në jetë, na dha gjallëri. Krahas kësaj, shikues nderuar, ka shumë krijesa që Allahu sjell në ekzistencë, por ato ishin diçka tjetër, jo njerëz. Dhe bëmirësia e Allahut vazhdon ende ndaj neve, nga mos ekzistenca në ekzistencë. Po edhe në ekzistencë na bëri më të privilegjuar, na bëri njerëz. Kemi pasur të jemi krijesa tjera. Na mos që të flasim, na dha mjetet që me to kuptojmë, që me to punojmë, që me to jetojmë. Ta dha mendjen, arsyen, logjikën, të dëgjuarit, shikimin, e kështu me radhë shumë të tjera. Ku Allah të ka begatuar. Po edhe nëse një nga këto të mungon, të ka dhënë tjera, të ka bërë Allah mirë vazhdimisht. Prandaj, kur ne e njohim këtë bamirësi ndaj Zotit, këtë bamirësi të Zotit ndaj neve, padyshim se na shtohet dashuria. Dhe gjithashtu, kur ne fillojmë tashmë të hulumtojmë për të bamirësi, nuk mundemi gjithë atë nivelin, është e pamundshme. Por ja që po mundojmë disa ti përmbledhim, do të shohim se Allahu xhallahu ala nga ajo që na ka bërë mirë është se na ka dërguar Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe na dha Kur'anin. A din çka do të jesh pasuesi Muhammedit alayhi salatu wasalam? Do të jesh ndjekës i pejgamberit më të çmuar, më të vlerësuar tek Zoti xhallahu ala. Ne besojmë në të gjithë pejgamberët e Allahut, pa dallime. Ne të gjithë besojmë, mirë po, gjithashtu besojmë se jo të gjithë janë në të njëjtin grad. Disa janë më të vlefshëm, më të dashur tek Zoti xhallahu ala se disa të tjerë. E neve na ka përgjigjë që të jemi ummeti dhe pasues dhe ndjekësit e pejgamberit më të dashur. Të jemi lexuesit dhe vepruesit dhe ndjekësit e librit përfundimtar të Allahu xhallahu ala, Kur'anit, që padyshim edhe Kur'ani është i mbivlerësuar ndaj librave tjera, sikur që është i mbivlerësuar ndaj pejgamberëve të tjerë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kena bën pasaj të jemi krenar. Krahas që kjo na shton dashurinë ndaj Allahut, na shton gjithashtu edhe përgjegjësinë për falënderim, por na shton edhe kënaqërinë dhe nderin kur e dim se sa na ka bërë mirë Allahu kur na udhëzoi. Sa na ka bërë mirë Allahu kur na bëri pasues të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe gjithashtu shikuar ndëruar, nga emri El Muhsin ne nxjerrim edhe adhurimin e Allahut ndaj Allahut që quhet El Ihsan. Ihsani është shkalla më e lartë e adhurimit ndaj Zotit xhallahu ala. Është një shkallë ku përjetimet janë tjera, ku tashmë ndikimi i adhurimit është tjetër nga ajo e kaluara. Nga se i dërguari thotë, ihsan është an ta'bud Allah ka'annaka tarak, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, shkallë e lartë, kulminante e adhurimit është të adhurosh Allahun sikur ta shohësh. Ne nuk e shohim Allahun xhallahu ala. Po paramendo kur adhurimi arrin deri në këtë shkallë ta përjetosh sikur e sheh Allahun xhallahu ala. Ka se tha edhe që ti nuk e sheh atë, bëu i bindur se ai të sheh ty. Të jesh gjithmonë në vëzhgim, në përcjellje, në ndjenjë se Allahu po shikon, dhe kjo pastaj të ndikon në cilësinë e adhurimeve, padyshim se është shumë e këndshme. E këtu arrin përmes emrave të tjerë, por edhe përmes këtij emri që është El Muhsin. Dhe gjithashtu shikuar ndëruar, nga ajo që e kuptojmë nga emri i Allahut El Muhsin është nëse Allah është bamirës. Nëse Allahu xhallahu ala bën mirë, e kemi edhe ne obligim të bëjmë mirë. Vazhdimisht, asnjëherë mos të bëjmë keq. Të ruhemi nga keqja, të ruhemi nga dhuna. Shikoni deri në çfarë niveli e ngriti pejgamberi sa kuptimin e fjalës bamirësi.
që ne duhet ta nxjerrim nga emri i Allahut bamirësi. Tha pejgamberi sa Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allahu xhalla wala ka caktuar dhe ka obliguar bamirësinë ndaj çdo gjëje. Që ka obliguar dhe ka kërkuar bamirësinë ndaj çdo gjëje. Nuk është e çuditshme ta kërkon bamirësinë e prindëve të fëmijët e tij. Nuk është e çuditshme ta kërkon bamirësinë e familjarëve në njëri tjetrit. Nuk është e çuditshme ta kërkon bamirësinë e njerëzve mes vetë në polici. Po e çuditshme është ta kërkon bamirësinë e njerëzve në luftë kur janë. Ndodhen luftat fatkeqësisht, ndodhin konflikte mes njerëzve. E kur nisi musliman na ndodh që dhon shumë të përfshijmë në ndonjë konflikt luftë, duke mbrojtur vendin ton, duke mbrojtur shtëpinë ton. Atë çfarë tha? Edhe këto tha i dërguari sa, "O idha qataltum fa ahsinu al-qitla." Edhe kur detyrohen të vrani në luftë, bëjeni këtë mirë më të mirë, jo duke torturuar, jo duke bërë skena me të vetë pahishme, të dhënshme, të këqija, nga nuk janë ta këneve. Prandaj ato që disa njerëz në emër të Islamit i bëjnë, duke pasqyruar skena të tmerrshme, të frikshme kështu me radhë, padyshim se bie ndesh me këtë bamirësi që edhe në luftë na obligoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjithashtu tha, "O idha dhabhtum fa ahsinu dhibha." Edhe kur të therrni kafshën, të therrni në mënyrë të mirë, edhe këtu bëni bamirës, para mendoni edhe therrje bëu bamirës. Mprehe mirë, mjetin që ta presh, kujdesu, bëhu i shkath, mos e mundo kafshën se është haram e ndaluar. Andaj edhe në këtë rast bamirës, në luftë bamirës, në therrje bamirës, po gjithmonë. E çfarë të themi pastaj për bamirësitë në fushë të tjera të jetës? Padyshim se është më e kërkuar dhe më obligative që duhet jemi të kujdesshëm. Bamirës ndaj çdo kujt, e veçanërisht ndaj tyre që na kanë bërë mirë. Të mundohemi këtë bamirësi që na kanë bërë mirë, duke na mësuar, duke na ndihmuar, duke na përkrahur, duke kujdesur kushdo qoftë, t'u kthejmë bamirësi. Nuk i takon besimtarit i cili e ka kuptuar emrin Allahu el-Muhsin, që atij që i ka bërë mirë t'ia kthejmë të keqe. Kujdo qoftë, t'ia kthejmë mirësi dhe me bujari dhe me mirënjohje dhe falënderim. Në gjitha këto na jep emri Allahu el-Muhsin. Zoti na mundësoj që të përfitojmë nga emri i tij, bamirësi, ta ruajmë këtë bamirësi vazhdimisht, e mos ta njollosim ne me mëkatet tona e me çoroditet tona njerëzore, por edhe gjithashtu të jemi bamirës mes vetes ndaj çdo kujt tjetër, si reflektim i kuptimit të drejtë të besimit ton në Allahun xhalla xhelalu. Zoti ju ruaj kudo që jeni, o pranoft adhurimet tona dhe u lehtësoft të gjitha problemet e kësaj jete. Deri në takimin e ardhshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.